Më vjen mirë. Tema po ju pëlqen? Tema, s'ka, se lunë topi. Hajde tregom çka të ka mbet peng njët. Ose marak njët. 10 vjetë më herët, isha martu. Pse çfarë moshe e martu? E martu një 33 vjeç. 33 me 23 tamam po thu. Tamam i shku 23. Edhe njëherë nduket e ke komentu këtë pjesën e martesës. E zdi ndoshta. Po. Ndoshta, po marru paroj. Të kanë shku do me thonë 10 vjetë hoq pa dashurinë e jetës. Çfarë pengu i mirë në jetë? Po dashurinë e jetës, po jam dalë i rinj gërbete, edhe shakon 10 vjetë më herët, isha martu, i shkon më mirë, i shku jeta më, pak më ndryshe i shkon. Pse ta ka ndreq jetën shakt? Po normal që gruaja ta ndreq jetën. Po nuk është normal se shumë po ankohen që ata po kom qef me t'ni tu fol pak. Jo më përse kush ankohet, jo më vëlla, se më anku. Nuk bën më anku. Kur e ki martesën e mirë, shkon mirë, s'ka më anku. Në rregull. Faleminderit shumë që telefonove. S'ka përse tu, shpresoj që këto 10 vite që s'ke pas mundësia me njoftu më herët, ja ushton Zoti ymër dhe kaloni një pleqëri të mirë. Tash tregoj 91, do me thonë, jam dalë, 91, 99, do kon luft, apo kupton që ato vjetë më të këqija unë jam kon gërbet, apo kupton. Për atë punë, do me thonë, 10 vjetë hupë më kanë shku. Me punë me tona sendet. Me angazhime, si çdo i ri që i ka pas atëherë, kur ka dalë gurbet, po të kuptaj. Rregull, shike, shpresoj që e keni shëndetin e gëzoni një jetë mirë. Faleminderit. Faleminderit, fala, çdo të mirë.